Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi e 9 tetor 2025. Dashi. Kjo është një ditë e shkëlqyer për misi, por edhe për përpjekje për të komunikuar me të tjerët në një mënyrë më konstruktive. Në dashuri nuk kam asnjë dyshim, edhe sepse po ngre një njeri, qoftë me mua, qoftë kundër meje. Demi. Ka më shumë stabilitet dhe kjo është një ditë e mirë për të folur për biznesin, për të biseduar me partner dhe bashkëpunëtor. Në dashuri mund të bëni plane të rëndësishme për të ardhmen. Binjakët. Ditë në të cilën shumë do të ndryshojnë mënyrën e tyre të jetës. Guximi juaj është aq i madh sa nevoja për të harruar të kaluarën. Bëni dikë të kuptoj se sa vleni. Gaforja. Mos u poshtëroni me veten tuaj, duke menduar se fati nuk do t'ju ndihmojë gjithsesi. Është e rëndësishme të shmangni ndikimin shumë nga një person i familjes. Luani. Yje të favorshëm. Nëse punoni me komision ose mund të merrni detyra, kjo është koha e duhur për të marrë. Dashuroni nënton, ndoshta edhe ju po kërkoni shumë nga vetja. Virgjeresha. Ju keni një dëshirë për hakmarrje dhe brenda pak javësh do të jetë e rëndësishme të realizoni një projekt. Në këtë periudhë gjëja e rëndësishme është të gjesh një marrëveshje të mirë me veten, trupi juaj provohet. Peshorja. Përkundrazi një ditë e mire, nuk duhet të harrojmë se mbetet një nga shenjat më të hapura për të ndryshuar, gjithçka po ndryshon rreth jush. Trego veten të disponueshëm në dashuri. Kjo ditë mund të sjellë emocione pozitive. Akrepi. Një moment i rëndësishëm për kontakte të reja që mund të jenë të rëndësishme edhe në punë. Nëse jeni në një lidhje dashurie për një kohë të gjatë, mund të vendosni të jetoni së bashku ose të keni një fëmijë. Shigjetari. Çdo ndryshim mund të sjellë qetësi, ju jeni të lodhur, sepse pak e kanë vlerësuar angazhimin tuaj. Detyrat të reja të rëndësishme në punë ku kohët e fundit duhet të diskutoni gjatë gjithë kohës. Britsjapi. Në punë duhet të jeni pak më të kujdesshëm, ndalime të mundshme për mendime. Mos e izoloni veten, veçanërisht nëse zemra juaj ka qenë vetëm për një kohë të gjatë. Ujori. Mund të jetë një ditë e mirë për të marrë vendime në dashuri. Mund të filloni të punoni më mirë duke qenë më të bindur për rezultatet tuaja, veçanërisht nëse keni filluar së fundmi një biznes të ri. Tejkalimi i bllokut burokratik. Peshqit. Çdo sfidë do të fitohet sidomos në punë, por çdo gjë mund t'ju nervozojë, qoftë edhe lidhja me një koleg të pabesë. Në dashuri, ata që kanë pasur diskutime kohët e fundit jashtë banalitetit, tani mund të shërohen. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.